Learta Jakupi mbretëron në kuzhinë, iftari i saj duket i parezistueshëm. Learta Jakupi, e njohur për elegancën dhe për kushtimin ndaj familjes, ka ndarë me ndjekësit një moment të ngrohtë nga kuzhina e saj gjatë përgatitjeve për iftar. Reja e këngëtares së njohur Shyrete Beluli ka publikuar në Instastory një pamje që të hap oreksin menjëherë, bukë shtëpi e sapo dal nga fura, e artë dhe e lyer me susam sipër, që duket aq e butë dhe e shijshme sa mezi pret ta provosh. Me mbishkrimin Homemade Bread for Iftar, Learta ka treguar edhe një herë anën e saj familjare dhe tradicionale. Në një tavë qelçi të renditura bukur, toptat e bukës kanë marrë një ngjyrë perfekte, duke reflektuar përkushtimin dhe dashurinë në çdo detaj. Nuk është hera e parë që ajo merr vëmendje me aftësitë në kuzhinë, por këtë herë duket se ka goditur me një recetë që po i bën ndjekësit të reagojnë me komente plot komplimente. Learta po dëshmon se përveç stilit dhe paraqitjeve publike, ajo di të krijojë edhe atmosferë të ngrohtë familjare, dhe këtë herë përmes aromës së bukës së freskët për iftar.